Prokuroria Publike Speciale ka dhe 6 muaj kohë të përfundoj hetimet dhe të vendos të parashtroj aktakuza për 34 lëndët për të cilat është kompetente. Deri atëherë, publiku ligjin për PPS-n do ta interpretojë në mënyra të ndryshme, ndërsa politikanët janë ndarë rreth asaj se a duhet apo jo të vazhdohet mandati i prokurorisë speciale. BDI konsideron se mandati i PPS-s duhet të vazhdohet dhe një gjë e tillë nuk duhet të jetë objekt të negociatash. Gjashtë mendon edhe Lëvizja Besa dhe Aleanca për shqiptarët. Me qëndrim partijake dolën edhe nga Aleanca për Maqedoni Pozitive. Në kumtesën e tyre të sotme për media, thuhet se që Maqedonia ta kthejë perspektivën euroatlantike, duhet të kthehet besimi në drejtësinë nëpërmjet vazhdimit të mandatit të Prokurorisë Publike Speciale. Reagim për këtë çështje për momentin nuk ka vetëm Lidhja Social-Demokrate. Lupço Ristovski nga Instituti Integra konsideron se vazhdimi i mandatit të Prokurorisë Publike Speciale do të jetë çështje mos pajtimi ndërmjet partive që duhet ta formojnë qeverinë e re, për arsye se në lidhje me këtë, ato kanë mendime të ndryshme. Kjo është një nga pikat ku partitë janë të ndara sepse trysnia e bashkësisë ndërkombëtare mbi BDI-n është serioze edhe sa i takon kësaj çështjeje. Me vazhdimin e mandatit të PPS-s nuk pajtohet VMRO DPMNE dhe Gromi, lideri Gromit Stefçe Jakimovski, sot në themelimin e forumit të gruas të partisë së tij, deklaroi se nuk ka frikë as nga prokuroria speciale, as nga, siç tha, specialistët në të. Ne jemi partia vetme që nuk e mbështesim prokurorinë speciale, sepse ajo është prodhim me të meta kushtetuese. Tham se prokuroria speciale vetëm sa do të na shpenzoj nga 4 milion euro në vit, ndërsa do të shkaktoj pritshmëri jo reale tek qytetarët që në fund të jetë një hiçgjë. Dhe vetëm t'u rikujtoj se prokuroria speciale do të ekzistojë vetëm edhe 2 muaj dhe as pak më tepër. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbetën imune ndaj kësaj teme. Zëvendës ndihmës sekretari shtetëror për Evropë dhe Euroazi në State Department, Hoyt Yee për zërin e Amerikës tha se partitë duhet ta bëjnë të qartë se janë të përcaktuar për të respektuar institucione shtetërore, përfshi edhe institucionet e reja siç është Prokuroria Publike Speciale. Zëdhënësja e PPS-s Lenqe Ristovska në bisedë telefonike për Televizionin 21 deklaroi se prokurorisë as i interesojnë dhe as i analizojnë deklaratat e partive dhe politikanëve. Mandati i PPS-s për të parashtruar akuza skadon më 1 korrik të vitit 2017. Ligji është i qartë. Nga dita e marrjes së lëndëve dhe të materialeve në kompetencë të saj, PPS ka 18 muaj për të dorëzuar akuza ose të urdhërojë ndërprerje të procedurës hetimore. Ne këtë e kemi bërë 2 herë. Një herë në fillim të dhjetorit të vitit 2015, kur i morëm materialet nga Prokuroria Publike dhe në fund të njëjtit muaj kur opozita na i dorëzoi materialet e përgjuara. Sipas ligjit, PPS ka 5 vite afat të përfundojë procedurat para gjykatave për të cilat tani më ka dorëzuar aktakuza. Mandati mund t'i vazhdohet edhe një herë në vit, me vendim të sjellë me 2/3 e numrit të deputetëve.